Pse dalin gjithandej këta izraelitët Sule? Shiko. Edhe Bibla për herë të parë Bibla hebraike, po për ata. Unë mendoj se ata kanë bërë. Pikërisht, si e mendon atë po them. Ky është fëdon se çuditshme, sepse këta kanë dhe financat botërore. Unë mendoj se kanë bërë një marrëveshje këta me një racë. Ti mendon që ka një marrëveshje me një racë, ta sqarojmë jashtëtoksore. Bëhet fjalë për jashtëtoksore. Ja, patjetër jashtëtoksore. Para themi kur u shpik paraja, si Hilja fillon me para. Kur u shpik paraja, kemi përmendur ne shumë e bukur, interesante, kam vënë emrin tim aty ku folëm që kujtohet. Dali natyrisht kanë në dorë sot mediat kanë, kur ke mediat ke pothuajse çdo gjë në dorë. Dhe këta kanë krijuar idenë, po dëgjosh njerëzit flasin, si futet është po janë zgjuar ata. Pyetja është pse nuk është zgjuar një atemi gjermane, kujtim francez, vetëm mos më jep karakter politik, se ti di un kam zë politik. Jo, për çudia është që të gjithë thonë janë zgjuar ata. Konkluzionin nxjerrim i bazë në vleftare materiale. Kush është kjo mendje djallëzore që krijoi paran? Qartë. Dhe filloi të jap me fajte. Në një kohë nuk flasim sot, flasim vite, shekuj më parë. Është një mendje jashtëtoksore që krijoi këtë. Për krijuar varësi totale të gjithë racës njerëzore që është në sipërfaqen e këtij planeti. Se ndryshe nuk ka asnjë shpjegim tjetër që ky mund të bëj mban para në dorë institucione financiare të cilat janë kriminale në thelb. Po pa hapur këtu temën ekonomike se qartë. Dhe ai vendosi një ditë të bukur për krijuar një iluzion në një kop zoologjik, se ne jetojmë në një kop zoologjik këtu brenda. Gjithë mendojnë se jemi të lirë, por në fakt jemi gjithë survejuar në një kop zoologjik. Krijoi iluzion që Zoti Suprem, që ata thonë e presim ardhjen e Elohimit, presin ardhjen e radhës, ndërkohë kanë dorë dhe financat botërore dhe siç e kemi parë historinë, siç po, sidomos këto vitet e fundit, po përpiqen tashmë se këtë çështje e financave duhet sqaruar dhe kjo, që të kuptojmë pyetjen që më bëre. Po përpiqen tani nga që ka plasur kjo punë. Paras, shtyp, hidh, ka ritmi pikus manma. Dhe përpjekja e tyre është të dalë të zhduket nga tregu. Kemi thënë që në moment që do heqin keshin nga tregu, lirit tona marrin fund. Të gjithë thanë të njëjtën gjë në eksperiment. Dikur thot, Barkabianët kishin po kërkoni një hapësirë, një planet, cili kishte jetë dhe të vendosë që po u prisin tani dyre. Kishte kushte jete. Dhe ç'bëjnë vinë tokë. Për të qëndruar këtu me qëse pamja tyre që e të mërshme, krijuan bëni marrëveshje me një racë toksore, thot, që do t'i jepnin pushtet të pakufishëm me kusht që këta të vendoseshin këtu. Gje me ke bërë marrëveshje. As më shko menja fare se me ç'i futet. Këtë do thoya, as më shko menja fare se di që do thuash jo ç'i futet, do thoya unë do thoya me izraelitët.